Artistët lautar të festivalit Lahuta. Mirë se vini, i presim me një duar trokitje. Ansambli i valeve Gjergj Kastrioti, kisha e Sëmpashën Palit, Michigan. Grupi Tinguit e Qiftelis, Michigan. Një duar trokitje ju lutem. Grupi i Lirjen i kishës Zoja Pajtore. Shoqëria Kulturore Rafsha e Hotit. Rafsha në Mërgim, një duar trokitje u lutem për Rafsha në Mërgim. Dhe tani një kënaqësi e veçantë për mysafirët që na vinë nga Zvicra, ansambli Troje në Zvicër. I presim mysafirët me një duar trokitje. Dhe po aq fortë me duar trokitje, presim grupin mysafir nga New Yorku, grupi i valleve Nora e Kelmendit. Ku i kemi tupanat luajmë fort, sepse është festivali Lahuta sot. Dhe tashmë është një kënaqësi e veçantë që të ftojmë në skenë famulitarin e kishës së Shën Palit, Don Fred Kalaj. Gjithashtu ftojmë në skenë të gjithë klerikët dhe motrat e nderit. I lutem të vinin në skenë. Dhe kryetarin e Këshillit të Kishës së Shën Palit, drejtorin artistik të festivalit Lahuta, Gjergj Kolalajçaj. Dhe grupin e lautarve. Zonja dhe zotri, ju ftoj të qohemi në këmbë për të nderuar himnet tona kombëtare kënduar nga Kristina Bzhetaj. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets ring there, the bombs bursting in air gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet
parajnë e kishës Shëmpalit Don Fred Kalaj. Dashtën vllazën e motra shqiptar patriot që të mbledhën këtu. Mirësit e bashkëri Zoti në 250 vjetorin e pavarësisë të popullit dhe shtetit matri në botë, shtetit parë dhe drejtues i këtij demokracisë botërore. Dashtën vllazën e motra, si e përmend edhe parë, me të vërtetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës është shteti më i ri që mund me kanë historinë e njerëzimit. Vetëm 250 vjet. Por këta 250 vjet Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë fanari, kanë drita e demokracisë në botë, kanë shembulli i drejtimit të popullit me një shtet që beson në unillin shenjtë, që beson në mësimet e Jezu Krishtit dhe në sakramentet shenjtë. Prandaj është me plot kuptimin e fjalës për ne shqiptarë që jena me shtetësi amerikane, o që jena dhe me gjakun shqiptar, kena një festim të dyfisht sot. Na festojmë 250 vjetorin e pavarësisë Amerikës, por edhe festojmë festen e famullisë tonë, Shën Pali. Sepse ju e dini, sepse aty ku është feja, aty është atë dheu. Aty ku është atë dheu a feja, aty është digniteti, aty është kelneria, aty është rruga e ardhmja, aty është edhe drita. Prandaj me të vërtet prezenca juaj na mush me gëzim. Tanë këta flamoje, dekorimet mrekullueshme që reflektojnë këtë festë mallnueshme. E sidomos thirrja e trumpetave, që është trumpeta fitores, na ban ne për mu kthy mrapa edhe me pa tana sukseset e mrekullueshme që gjatë këtyre 250 vjetëve Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë majtë mi vedi dhe i kanë tërmetu për para botës. Prandaj është me të vërtet një moment i mrekullueshëm, monal me vu vedin prezencën e Zotit dhe me falendruem ju lut Zotit në mentatit e të birit e të shpirtit shenjtë. O ati dashtën, a kanë plan ju të hynor, a i plan që janë në zemrat e çdo njeriut, në këtë krimin, planin tanë, që disa njërës që në shune vendet e Europës, për me gjetë lirin, ma shpiritin e lirisë e barazis, ma dashni për ty o Zot, e për një tjetrin, mu bashku këtu në këta vendet larta të Amerikës. Mas një kohët të gjatë që kalunin këtë vend ata u bashkune, ashtu si i kem sutin në thirrjen e Krishtit, për me mujt me i dhanë dashni dhe barazi gjithë se cilit në vendin e tyne, me kriju një qeveri, me kriju një shtet, me kriju një shoqni në bazat e mësimeve kristiane. Aty o atë në shofim refleksin edhe të urnimeve të në Zot, e prandaj ty pas në themele ky shtet i mrekullueshëm, mësimet tuaja kristiane, atë me të vërtet e bajnë një flamurtar, e bajnë me të vërtet një dritë në terrin e botës, e bajnë një shembull në kaosin e botës. E tash atë na të falenderojmë për atë shpirt bukur që i ke dhanë pionierëve të parë këtij vendi. Të gjithë atyre që kanë derdhë gjakun për me mbrojtë këtë vend, të gjithë atyre që kanë derdhë djersën e tyre për me ndërtu këtë vend të mrekullueshëm. E ne na mirë njohës plot zemër që megjithëse na nuk kena vu dorë në këtë vend, nuk kena luftu për këtë vend, po i ka hapë durët për ne me na prit dhe me na dhanë me pas pjesë në lumturinë dhe në begatin që ata kanë ndërtu e kanë rujt. Taman ashtu si ti o atë ja hapë durët dhe mirë për çdo njeri që e kthen zemrën e vetë, shpirtin vetë ka të me gëzu me ty, me da me ty, lumnit hyjnore. E të shatë për të lutë në me gjithë zemër, bekoj e poplin Amerikan, bekoj e poplin shqiptar, bekoj e famullin tonë, ku do që të janë, poplin shqiptar në Shqipëri, në diasporë dhe në çdo vend tjetër të botës. Banë Zot që popli Amerikan gjithmonë vazhdojnë me majt atë tradit që është të themelu me mësimet tuja, ta përcjellin brez mas brezit dhe të vazhdojnë me kanë ashtu një fanar i drejtësisë dhe i demokracisë në botë. O Zot, na bekota shtanëve ne që na mbledh sot, na bekton të 4 ditë të festivalit me një dashni vllazënore një me tjetrin, që të prezencën tanë ta njohim, ta duhim, ta përkrahim dhe ta ecim përpara misionit e kishës tanë. Bekoj edhe popullin e Amerikës,
që ashtu me atë vullnet mirë e lirë e vazhdojnë si gjithmonë me drejtu botën dhe i demokracisë vërtet. Mirë të qajt, amen. E kalosh i gëzuar plot mira bekime, o Zot. Ftojmë drejtorin e festivalit Lahuta dhe kryetarin e këshillit të kishës së Shëmpalit, Gjergj Kola Lajçaj. Mirë brama. Mirë se keni ardhur në festivalin shqiptar Lahuta të kishës Shëmpalit. Shpresoj se keni me kalua i natë amils, po ka qenë disa falëndrime me i ba. Falenderoj sponsorat që kanë bërë këtë festival, kanë ndihmua, falenderoj tanë punëtor që janë këtu, që është hanën disa panë kua, vetëm të pik djesë, tanë ditën, vazhdimisht, pa problem. Falenderoj Zotin që kem popullin e bukur si që kem, e të mirë, falenderoj rinin që vinë, e bashkan gjitën këtu, mu veshën robë komtare, me i baj traditat komtare, me met kom i mrapan sa t'jem gjallë. Falenderim edhe të prind, se ata, nëse s'kin da fëmija, i kanë shtyr ka i grimë. Falenderoj Zotit që kem qendrën, fetare, komtare, kulturore. S'ka kush që ne hek, ne kem punua e ne kem me majt, edhe jeshtu mahet. Kështu realizohet bashkimi i popullit shqiptar. Na i bashkojmë tanë, pa dalim trojet, pa dalim fejet. Zoti ju bekoft, kaloshin një vikend bukur. Urime 250 vjetori i Amerikës, urime 45 vjetori i kishës Shëmpalit, urime 35 vjetori i festivalit. Zoti ju bekoft gjithë sa jeni, rënoshin populli shqiptar, ku do që janë në përbot. Dhe me këto fjalë të bukura i përcjellim grupet pjesëmarrëse që të zënë vendet e tyre në tingujt e muzikës kuqezi. Tonë në Michigan, në mësafir të ndëruar. Mirë mbroma dhe mirë se keni ardhë. Sonte nuk hapim thjesht një festival. Sonte zgjojmë një legjend. Nga kreshat e maleve shqiptare, aty ku jehona e trimësis, uruaj, brez, bas brezi, vjen zoni i Lahuts. Zoni i historisë son, i besës, i krenaris dhe i shpirtit shqiptar. Sonte në këtë skenë, të dëgjojmë zonin e të parve tonë, që të na thret të mos harrojmë rënjat, gjuhen dhe trashikimin tonë. Mirë se vini në natën e folklorit, festivalin e Lahuts. Këtu, ku tradita bëhet art, historia bëhet këngë dhe zemra shqiptare rem ma fort se kur. Sot festojmë 35 vjetorin e festivalit këtu në kishën e Shëmpalit. Falenderojmë tonë ata që kanë bërë të mundër të festojmë tonë këto vite.
Unë jam Angela Corri dhe do jem moderatorja e kësaj mramje artistike. Sot e këndojmë e kërcejmë Lahutës. E hapim këtë festival me poezin Mos më quaj me tjetër emër, interpretuar nga autori i poezisë Anton Junçaj dhe shoqërohet me tingujt e Lahutës nga lajtari Prek Shkreli. Dhe vazhdojmë me Vallën e Malësisë, ekzekutuar nga ansambli grupi Gjergj Kastrioti e kishës e Shempalit, koreografia Joli Paparisto. Mos me quaj me tjetër emër, shqiptar jam Shqiprin në zemër. Lind e rrit ku veron bora, kështu malsor emrin e mora. Rritë me Shqipën e përshkrepa, nuk kam njoft unë kralas mreta. Shqiptar isha, shqiptar në beta, stral adleut sa tjet jeta. Mos me quaj me tjetër emër, se më qa shpirtin me dahet e zemra. Ama në vlla të kesh kujdes, mos me quaj mua turk, shkja, as malazes, se më kanë zaptua shpinë e trollin, la me gjak ma kanë oborin. Pra ndaj, komp, gjuh, dhe flamur, t'i ruajmë, sa tjet jeta. Thank you.